Pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish të shumë para pak prajmit në fakt natës së sonte pritet një natë shumë dinamike, një natë e zjarrt, dy zarfa të zinj brenda shtëpisë së Big Brotherit, por kemi edhe një deklaratë dashurie. Hamencimet tona për deklaratën e dashurisë, domethënë ishin kundërdrejt në këtë rast Caseyt edhe Inës, si çifti i parë në fakt zyrtar i krijuar brenda shtëpisë së Big Brotherit, ku më pas domethënë dyshonim që këtë deklaratë dashurie mund ta jepte edhe Mateo me Brikenën, sepse nga një bisedë që është bërë ditën e djeshme në verandë të shtëpisë së Big Brotherit, un kam arritur të kuptoj që Brikena është pothuajse gati pak për t'i dhënë dritën jeshile Mateos, duke u bazuar tek biseda që nëna e Brikenës bëri me Mateon në verandë. Domethënë ajo ndihet shumë e lumtur që Mateo i dha dorën, Mateo i qëndroi afër dhe Mateo i kërkoi falje për shqetësime që mund të ketë krijuar tek vajza e tyre. Por siç duket, për herë të parë në dhomën e rrëfimit, në një video të transmetuar për publikun dhe jo për banorët brenda në shtëpi, DJ Gimbo ka shprehur ndjenjat e tij. DJ Gimbo shprehën ndjenjat për Selinën. Ai ka thënë që Selina është vajza më e bukur, Selina është vajza më pozitive, flet me shumë energji, flet me shumë dashuri, flet me shumë pozitivitet dhe siç duket DJ Gimbo dëshiron të futet në këtë kombinimin Selina dhe Miri. Jam i bindur që sonte në shtëpi kjo video do të transmetohet dhe banorët do të ndeshen me këtë realitetin. Në fakt vdes të shohim mikën e Mirit dhe se si do ta merr Miri këtë gjën, po ikën ndoshta gjëja nga kontrolla. Ai ka thënë që Selinën e dua si vajzën time, por un kam parë një ndjesi emocionale ndryshe tek Miri për Selinën. Jam i bindur që do ta vuan jashtëzakonisht keq dhe jam i bindur që do të ketë një zënk jashtëzakonisht të madhe me DJ Gimbo. Na po le të themi ta krijon urrëtitjen e madhe ndaj DJ Gimbos si në loj ashtu edhe në përditshmëri, sepse Miri ka krijuar emocione për Selinën. Ai merret me çdo lëvizje të saj, merret me çdo mimik që Selina bën. Ndoshta Selina nuk ka krijuar ndjesi për DJ Gimbon, por ajo në verandë ka thënë DJ Gimbos shpeshherë që më pëlqen pozitiviteti që ke, më pëlqen energjia që ke, më pëlqen ngrohtësia shpirtërore që ke, ti më bën të ndjem e lumtur, më bën të ndjem happy dhe mua më pëlqejnë njerëzit që në fakt më bëjnë të buzëqesh. Tani janë 3 pika që sonte mund të shprehet dashuria. Domethënë do kisha dashur shumë që Mateo ta bënte këtë hapin sepse publiku jashtë e dëshiron çiftin Mateo Brikena dhe do të ishte një mbrëmje fantastike. Do kisha dashur shumë edhe Ina dhe Casey, edhe pse ato e kanë bërë në fakt publike, nuk ma merr mendja që Casey do ketë mundësinë, pasi që ka dhe 2 zarfa të zi brenda shtëpisë që të bën deklarata të këtilla. Ndoshta ai që do të shprehën emocione dashurie dhe ndoshta që do t'ia thotë në dhomë Selinës emocionet e tij, edhe pse i kemi dëgjuar në fakt në përcepat e shtëpisë, është DJ Gimbo. Tani në qoftë se unë do të kisha bërë një analizë se si do të ishte DJ Gimbo dhe Selin si çift, mendoj që do të ishte një çift shumë i ëmbël, do të ishte një çift spektakolar, do të kishin dhuruar shumë pozitivitet, do të kishin dhuruar shumë energji të mirë. Janë një çik si Tommy dhe Jerry, unë kështu do t'i quaj, sepse kanë ato dinamikat interesante të tyre, por në thelb janë shumë të lezetshëm. Si e gjikoni ju këtë çift?